Në jetën e çdo gruaje ka një moment ku ëndrat përplasen me realitetin. Dhe në atë çast, dashuria është ajo që e vendos se çfarë do të mbetet gjallë. Historia e Anës dhe Irisit fillon shumë më përpara se fjala nën të bëhej plag. Shumë më përpara se dhimbja të hynte në shtëpinë e tyre. Ishin dy motra që ngjanin si dy pika ujë. Ana, më e vogla, gjithmonë kishte qenë ajo e qeshura, e shkujdesura, ajo që shikonte jetën si lojë. Irisi, përkundrazi, kishte qenë gjithmonë e qetë, e ndrojtur, me një ndjenjë përgjegjësie që duket sikur kishte lindur bashkë me të. Ato ishin rritur në një apartament të vogël në qytet, me një nënë që punonte ditë e natë dhe me një baba që rrallë shihej në shtëpi. Por, megjithatë, dashuria mes tyre kishte qenë gjithmonë forca më e madhe që i kishte mbajtur bashkë. Kur ishin të vogla, Ana nuk ndaj nga motra e saj. Kur të rrite, do martohej me të njëjtin burr si ti, i thoshte gjithmonë me sy plot të ëndra fëmije. Irisi qeshte dhe afshinte flokët nga fytyra. Jo, do gjesh dikë që do doj vetëm ty. Ishte një bisedë që ndodhte shpesh, një rritje i vogël dashurie mes dy shpirtërave që nuk e dinin se sa shumë do t'ju duhen njëra tjetra më vonë. Vitet kaluan. Irisi u martua e parë. Leonin e kishte njohur gjatë fakultetit, një djalë i qetë, me sy të thellë dhe një ndjeshmëri të rrallë. Dashuria e tyre ishte e pastër, e thjeshtë, e qetë si deti në mëngjes. Ana i kishte parë teksa vallëzonin në dasmën e tyre dhe kishte ndjerë një gëzim të vërtet për motrën. Ishte e bindur se Irisi do të kishte gjithçka që meritonte. Një shtëpi, dashuri dhe fëmijë që do ta mbushnin muret me zëra e të qeshura. Por, jeta nuk ndjen gjithmonë planet që bëjmë. Në fillim, pritja ishte plot shpresë. Çdo muaj ishte një mundësi e re, çdo vonesë cikli një arsye për gëzim. Irisi kishte filluar të mbante një ditar ku shënonte çdo detaj. Ndoshta ky është muaj. Por muaji kalonte dhe asgjë nuk ndodhte. Një vit, pastaj 2, pastaj 5. Në shtëpinë e tyre, që dikur mbushej me aromën e kafes dhe muzikë në mëngjes, kishte filluar të zvarrite një heshtje e rëndë. Leoni përpiqej ta mbante atmosferën të lehtë, por sytë e Irisit ishin bërë gjithnjë më të zymt. Në darka, kur miqtë sillnin fëmijët, ajo qeshte me ta. Por, sapo dera mbyllej, fshihej në dhomën dhe qante në heshtje. Një mbrëmje, kur Ana kishte ardhur për vizitë, e kishte gjetur motrën të ulur në dysheme, me një test shtazanie bosh në duar. Nuk kishte nevojë për fjalë. Thjesht e kishte përqafuar fort dhe kishte qëndruar ashtu, pa pyetje, pa këshilla. Kishte mësuar që dhimbja e motrës nuk kishte nevojë për zgjidhje. Kishte nevojë për praninë e dikujt që e do. Pas disa muajsh, Irisi dhe Leoni vendosën të shkonin në një qendër fertiliteti. Analiza pas analize, ditë pas dite, shpresa ngjitej e binte si një zemër e lodhur. Deri në atë takim të fundit, me mjeken, një grua të qetë me sy të butë që dinte të fliste me ndjesi. Irisi, tha ajo me kujdes. Trupi yt është i shëndetshëm, por mitra ka dëmtime. Nuk është e sigurt për një shtatzani. Në fakt, nuk do ta përballonte dot. Në dhomë, ra një heshtje që duke si ngriti një mur mes tyre. Irisi nuk foli. Leoni i zuri dorën, por ajo e tërhoqi ngadalë. Sytë e saj u errësuan, dhe për disa minuta, duke si kur frymëmarrja i ishte ndalur. Kur dolën nga spitali, ajo nuk foli gjatë gjithë rrugës. Thjesht shikonte përpara, si e humbur në një botë ku çdo ndrit ishte e fikur. Në ditët që pasuan, ajo u mbyll në vetvete. Nuk donte të dilte, nuk donte të shinte njëri. Nuk shkonte më në festa as në familje. Madje filloi të shmangte edhe Anën. Por Ana nuk u dorëzua. Çdo mëngjes i çonte kafen dhe i lëshonte një mesazh. Jam të dera, nuk të them asgjë, vetëm dua të jesh mirë. Dhe kështu, një ditë, pas shumë javësh, heshtje, Irisi japi derën. Fytyra e saj ishte e zbetë me flokët të shpërndarë. Ana e pa dhe nuk foli, vetëm e përqafoi fort. Netët që pasuan, u mbushën me biseda të gjata. Irisi e rrëfeu dhimbjen e saj. Do jepja gjithçka Ana, gjithçka, vetëm të mund ta ndjejë një herë zemrën e një fëmije brenda meje. Ana e dëgjoi pa ndërprer. Nuk kishte përgjigje. Në fund, vetëm i tha: ndoshta dashuria nuk matet me atë që humb, por me atë që jep. Fjalë që në atë moment dukeshin si një ngushëllim i thjeshtë, por që për pak javë më vonë do të bëheshin premtimi më i madh i jetës së saj. Kaluan disa ditë, një pasdite, ndërsa po pinin një çaj në kuzhinë,
Ana e vështroi motrën gjatë, me një ndjenjë të pazakontë në sy. Iris, i tha but, më ke dashur gjithmonë më shumë se çdo njeri. Tani, është rradha ime të dua më shumë se kurrë. Irisi ngriti kokën e hutuar. Nëse nuk mund ta mbash ti, Ana e ndali frymën për një moment. Unë mund ta mbaj për ty. Në fillim, Irisi qeshin, mos fol marrëzire. Por, kur pa që Ana nuk po lëviste, as nuk qeshte, zëri i saj u thye. Jo, tha me lot në sy. Jo, nuk mund ta bësh këtë për mua. Nuk dua që të vuash për shkakun tim. Por, Ana e kapi duart dhe i tha me vendosmëri. Nëse do më jepte Zoti një arsye për të lindur, do të ishte kjo. Nuk ka dhimbje kur lind dashurinë për dikë tjetër. Fjalët qëndruan pezull në ajër. Ishte një ide që duke e pamundur, e çuditshme, e shenjtë dhe e çmendur njëkohësisht. Por, në sytë e Anës nuk ishte frikë, vetëm një dritë e pastër, si një vendim që vjen nga thellësia e shpirtit. Ditët në vijim u mbushën me heshtje, biseda të vështira dhe shumë lot. Leoni, në fillim, nuk e pranonte dot. Jo, i tha Irisit, është shumë, do e rëndoj jetën e saj. Nuk është e drejtë. Por, kur pas sytë të dyjave, e kuptoi që dashuria nuk matet me rregulla. Ai i heshti dhe uli kokën. Nëse kjo është e vetmja mënyrë për të pasur një familje, do jem pranjush. Vendimi u mor. Në fillim, vetëm mjekja e dinte. Ajo i përgëzoi për guximin. Nuk është një rrugë e lehtë, i tha. Por, është një akt dashurie që shumë pak njerëz do ta kuptonin. Kur dita e procedurës u afrua, Ana nuk flinte. Donjëherë shikonte tavanin dhe ndjente një përzierje emocionesh që nuk i kishte provuar kurrë. Frikë, përgjegjësi, një ndjenjë hyjnore që po i hynte në jetën e saj. Në një natë të tillë, ajo i dërgoi një mesazh të motrës. Nuk po ta bëj një nder, po të jap një jetë. Dhe nëse më pyet një ditë pse, do të them se nuk ka dashuri më të pastër se ajo mes motrave. Të nesërmen, u ngrit herët. Qielli ishte gri, me re të dendura që preknin dritaren. Veshja e spitalit ishte e ftohtë, por ajo nuk dinte asgjë. Vetëm kur pa Irisin dhe Leonin në korridor, sytë u mbushën me lot. Ja vlen? E pyeti Irisi me zë të dridhur. Ana buzëqeshi lehtë. Dashuria gjithmonë ja vlen, i tha. Kur u fut në sallë, mjekja i tha: "Mbyll syt, Ana, mendo për diçka të bukur." Ajo mbylli syt dhe mendoi për motrën e saj, për duart e saj që kishin mbajtur në fëmijëri, për përqafimet në ditët e vështira, për çdo kujtim që i lidhte. Kur u zgjua, dielli po hynte nga dritari. Në stomakun e saj, një jetë e vogël po fillonte. Një jetë që nuk ishte e saj, por që do ta ndryshonte përgjithmonë. Në atë moment, Ana kuptoi se kishte hyrë në një udhtim pa kthim. Një udhtim që s'kishte të bënte me biologjin, por me shpirtin. Ajo mbylli sytë dhe përshpëriti. Nëse dashuria do kishte formë, do të ishte kjo. Në korridor, Irisi dhe Leoni pristin. Kur mjekja doli dhe buzëqeshi, Irisi u mbështet te muri dhe nisi të qante. Jo nga dhimbje, por nga një dritë e re që i mbushi shpirtin. Në atë ditë, filloi një shtazani që do të linte shumë më tepër se një fëmijë. Do të linte një kuptim të ri të dashurisë. Në muaj që pasuan vendimin, shtëpia e vogël ku jetonte Ana u mbush me heshtje dhe kujdes. Që nga dita kur mjeku kishte konfirmuar se procedura kishte qenë e suksesshme, diçka ndryshoi. Brenda saj, një jetë e vogël kishte nisur të rritej, një jetë që ishte e motrës së saj, por që ajo do ta mbante për 9 muaj si pjesë të vetes. Në fillim, asgjë nuk dukej reale. Mëngjeset ishin të zakonshme, me aromën e kafes dhe zhurmën e zogjve jashtëdritares. Por, kur ndjente përzierje, kur trupi fillonte të ndryshonte, Ana kuptonte se tashmë ishte bërë pjesë e diçkaje shumë më të madhe se vetja. Irisi vinte shpesh, me duar që i dridheshin e përkëdhelte barkun e motrës, me një përzierje emocionesh që as vetë nuk i kuptonte plotësisht. Kishte ditë ku qeshnin, duke imagjinuar se si do duke forshtja. Sytë e kudo kishte, buzëqeshin e kujt, dhe kishte net kur Irisi qante në heshtje duke përshpëritur. Do doja të isha unë ajo që e ndjen. Ana nuk i thoshte asgjë. Thjesht i vendoste dorën mbi të sajën dhe i buzëqeshte lehtë. Kishte kuptuar se dashuria më e madhe që mund të ofrojë ndonjëherë ishte ajo që nuk kërkonte asgjë në këmbim. Nëna e tyre e dinte që diçka ndodhte, por askush si kishte treguar të vërtetën. Për familjen ishte më e lehtë
të besonin që Ana kishte mbetur shtatzan rastisht. Një ndodhi që shkaktonte pak kurreshtje, por që u kalua shpejt me fraza. Zoti e di pse ndodhin gjërat. Ana e dinte që po gënjente, por e dinte edhe pse. Nuk ishte gënjeshtër për të fshehur, por për të mbrojtur. Një mbrëmje, kur Irisi largohej, Ana mbetej vetëm. Fëmia brenda saj lëvizte ngadalë, sigur kërkonte një përgjigje që as ajo nuk mund ta jepte. Ti je për të, për motrën time, përshpëriste ajo barkun. Por je edhe pjesë e ime, pra sa je këtu. Një lidhje e padukshme po ndërtohej mes tyre. Ishte e ndaluar, e përkohshme, por reale. Muajt kalonin dhe çdo vizitë e mjeku sillte emocione të reja. Në një prej ekove, në dhomën e ndriçuar dobët, Mika i ftoi të dyja që të dëgjonin rrajet e zemrës së bebes. Një tingull i shpejt, i fortë, që mbushi arin me një lloj magjie të shenjtë. Irisi filloi të gjante. Ana, me sytë e lagur, i shtrëngoi dorën. E dëgjon, zemra jote në trupin tim, i tha me së të ulët. Në atë moment, të dyja e kuptuan si ishin bërë një. Një trup që mbante dashurinë, dhimbjen dhe shpresën e dy grave të lidhura nga gjaku e zemra. Në javët që pasuan, tensionet e brendshme filluan të dalin në sipërfaqe. Irisi nuk dinte më si të sillej. Kishte ditë që ishte tepër e kujdesshme, e përulur, gati fajtore, dhe kishte ditë të tjera kur zemërimin e pushtonte, pa e ditur pse. E ndjej sikur po humbas diçka që s'e kam pasur kurrë, i tha një mbrëmje Leonit, ndërsa po shikonte fotot e ekos në duar. Leoni u përpoq ta ngushëllonte, por edhe ai ishte i lodhur. E ndjente që çdo fjalë që thoshte mund të shkaktonte një ekuilibër të brisht që mezi mbahej. Ana, nga ana tjetër, përpiqej të ruante normalitetin. Lexonte libra për shtatzanin, përgatitej për lindjen, bënte shëtitje të gjata për të qetësuar veten. Po sa herë shiti Irisin, ndjente një thjerrje në qoks. Ishte e bukur, por e thyer, e fortë, por e brisht. Dhe Ana e dinte, nuk do mund ta aduronte kur ta shinte motrën e saj të shkatruar. Një mbrëmje, teksa qëndronin në oborr, me diellin që po perëndonte ngadalë, Irisi tha papritur. A mendon ndonjëherë se ndoshta do ta kesh të vështirë ta tërsosh? Ana ngriti syt ngadalë. Nuk është dorëzimi, tha ajo. Është dhuratë. E mbaj për ty, por e di që nuk është e imja. Irisi uli kokën, me syt që u mbushën me lot. Po, nëse do të doj ty më shumë, Ana buzëqeshi lehtë, por në brendësi u dro zëri. Atëherë do të thotë që ka pasur dy nëna që e kanë dashur më shumë. Në muajin e 7, barku i Anës ishte rritur shumë. Ajo kishte nisur të ndjente dhimbje të vogla, lodhje dhe ndonjë net pa gjumë. Por, brenda saj, ndjente një qetësi që nuk e kishte provuar më parë. Ishte një ndjenjë e çuditshme, mes dhimbjes dhe përmbushjes. Irisi vinte çdo ditë, i sillte çajra, fruta, qeshte me të. Përpiqej ta bënte të ndjehej mirë. Por, nën buzëqeshjet e saj, fshihej një trishtim i thellë. Ishte një nën që priste fëmijën e saj, por në barkun e dikujt tjetër. Një natë, kur Ana ishte shtrirë në shtrat dhe ndjente lëvizjet e fëmijës, Irisi hyri ngadalë në dhomë. Po fle? E pyeti. Jo, i tha Ana. Ai s'po më lë. Irisi ul pranë dhe vendosi dorën mbi barkun e saj. Fëmia lëvizi menjëherë. Irisi qeshi dhe me slotësh. Po më njeh, tha ajo. Ana e pa gjatë dhe lotët i rrëshqitën në faqe. Sigurisht që të njeh. E di kush e pret. Në atë moment, dhimbja dhe dashuria u përzien në një ndjenjë që s'mund të përshkruaj me fjalë. Në javën e 34-të, ndodhi diçka që i tronditi të gjithë ekuilibrat. Gjatë një vizite rutinë, mjekja tha se foshnja ishte pak më e vogël se zakonisht dhe duhet të kishte kujdes. Ana u friksua, por më shumë u friksua Irisi. Në makinë gjatë rrugës për në shtëpi, ajo shpërtheu. Ndoshta, po të kisha qenë unë në vendin tënd, do të ishte ndryshe. Ana mbeti pa fjalë. E dinte që ajo se mendonte vërtet, por fjalët e goditën fort. Atë natë, Ana qau për të parë që nga fillimi i shtatzanisë. Jo nga frika, por nga një ndjenjë e çuditshme vetmie. Po mbante brenda saj një fëmijë që nuk do të ishte i saj, për një njeri që s'kishte forcë ta shite. Të nesërmen,
Irisi erdhi e raskapitur. U ul pranë saj dhe i tha me zë të dridhur: "Më fal, nuk e thash nga zemra." Ana e përqafoi pa thënë asnjë fjalë. Disa gjëra s'ka nevojë për fjalë. Kur ju afrua muaji 8, tensioni ishte bërë i dukshëm. Të tre jetonin midis gëzimit dhe ankthit. Leoni përpiqej të ishte ura që i mbante të bashkuara, por e dinte që ndonjëherë fjalë e gabuar mund të sillte gjithçka poshtë. Në një nga netët e fundit të qeta, Irisi i tha Anës diçka që e mbajti mend për gjithmonë. Kur të vijë ajo ditë, dua të jem aty. Dua të jem pranë teje në lindje. Ana e pa në sy dhe i tha me butësi: "Sigurisht që do jesh, por mos harro, kjo është edhe lindja jote në një mënyrë tjetër." Në javën e 36, barku i Anës kishte marrë formën e plotë. Ndërsa e përkëdhelte ngadalë, ajo kuptonte që ky fëmijë, përveç se dhuratë për motrën, ishte edhe një mësim për vetjetën. Ishte dëshmia që dashuria familjare mund të kapërcente çdo kufi të trupit, të normave, të frikës. Një natë, ndërsa jashtë binte shi, Ana u ngrit nga shtrati. U ul në karrigen pranë dritares dhe vendosi dorën mbi bark. "Tani, je gati apo jo?" I përshpëriti. Në atë moment, ndjeu një lëvizje të fortë, sikur foshnja po i përgjigje. Ajo qeshi mes lotësh. "Mos ki frikë, do të shkosh në vendin ku të presin me gjithë zemër." Në dhomën ngjitur, Irisi rinte zgjuar. Dëgjonte zërin e motrës dhe qante në heshtje. Nuk dinte si do ta përballonte atë ditë kur Ana do të sillte fëmijën në jetë. Dhe pastaj do të duhej ta linte të shkonte në duart e saj. Por e dinte një gjë me siguri. Ajo që po bënte motra e saj ishte akti më i pastër i dashurisë që ekziston në këtë botë. Mëngjesi i lindjes erdhi si një rrofe e butë pas një nate shiu të gjatë. Qielli ishte i mbuluar me re të argjënta dhe ajri kishte një aromë të pastër, sikur vetë natyra po përgatitej për një fillim të ri. Ana u zgjua herët atë ditë. Nuk kishte fjetur pothuajse fare. Trupi i saj e ndjente që momenti ishte afër. Dhimbjet kishin filluar natë, të lehta në fillim, pastaj më të forta, më të afërta. Kishte frikë, por një frikë që vinte bashkë me qetësinë e vendimit të bërë me dashuri. Në orën 7, Leoni dhe Irisi e çuan në maternitet. Rrugës askush nuk foli. Vetëm tingulli i rënjës së shiut mbi xhamat e makinës pulonte heshtin që i rrethonte. Në dhomën e pritjes, dritat e bardha i bënin fytyrat e tyre të dukeshin të lodhura, të zbeta, por sytet e treve ndriçonin njësoj, nga një emocion që s'mund të përshkruaj dot me fjalë. Kur mjekja hyri në dhomë, Ana u përpoqi të pusqeshte. "Gati?" e pyeti ajo. Ana mori frym thellë dhe tundi kokën. "Sa gati mund të jetë dikush për këtë?" Mjekja ja preku dorën dhe i tha: "Ndonjëherë, dashuria është forcë më e madhe e trupit." Irisi priste jashtë, e mbështetur tek muri, me duar që nuk pushonin së dridhuri. Leoni i qëndronte pranë. Përpiqej të fliste, por ajo se dëgjonte. Në mendje i rrotulloheshin fjalët e motrës: "Mos më kërko të bëhem sikur nuk jam." Ajo e kuptonte tani çfarë donte të thoshte Ana me atë. Kishte një dhimbje që s'mund të ndahej në dysh. Kur ora kaloi në 9, dhimbjet u bën më të forta. Ana mbante dorën e infermieres, frymonte e thellë dhe në çdo çast mendonte: për motrën time." Në mendjen e saj, çdo frym ishte një premtim i heshtur. Në një moment, kur dhimbja ju duke padurueshme, dëgjoi mjekin që tha: "Ja ku është, edhe pak, edhe pak." Një brit me lehtë, një shtytje e fundit dhe më pas qetësi. Qetësi e shenjtë për një sekond të vetme. Dhe pastaj një klithme vogël, e thellë, e gjallë. Zëri i parë i një jete të re mbushi dhomën. Ana i mbylli syt. Lotët i rrinin pandales. Një dorë e vogël, një aromë e njom, një frym që nuk ishte më vetëm e saj. Mjekja ja vendosi foshnjën në krahëror. Ishte e vogël, e ngrohtë, me flokë të errët dhe lëkurë të butë. Ana e mbajti për disa sekonda që ju duken si përjetësi. Ajo e nuhati, e përktheli me majat e gishtave dhe përshpëriti: "Mirë se erdhe, voglush." Zëri i saj u dridh. "Unë s'jam nëna jote, po të kam dashur që para se të lindje." E më pas, me duar që dridheshin, u kthye nga dera,
ku qëndronte Irisi me fytyrën e mbuluar nga lotët. Ja, motër, kjo është jeta jote tani. Irisi u afrua ngadalë. Ana ja vendosi foshnjën në duar. Irisi e mbajti për herë të parë në gjoks. Syt ju erën nga lotët. Jo, përshpëritja. Kjo është jeta jonë. Në atë dhomë, të mbushur me dritë të bardhë e aromë jete, u shkrin kufit me zgjakut dhe shpirtit. Ishte një lindje e trupit, por edhe një lindje e dashurisë së re. Dashuria që nuk ishte më ti dhe unë, por ne. Ditët që pasuan ishin si mjegull. Ana u shërua ngadalë, ndërsa Irisi nuk ndahej nga foshnja. Çdo ditë vinte në spital e mbante në krah. I këndonte me zot të ulët, dhe çdo herë që e bënte këtë, Ana ndjente zemrën t'i mbusheti përshatise njëkohësisht. Kur erdhi dita e daljes, ishte e vështirë. Ana e dinte se duhet të largohej pa e marrë me vete, pa e mbajtur më në krah. Në korridor, ndërsa infermiera sillte foshnjën në krah të Irisit, Ana u përkul ngadalë dhe i puthi ballin. Rritu me dashuri, përshpëriti. Ti ke dy zemra që të rrahin për ty. Kur dera u mbyll pas tyre, Ana ndjeu sikur një pjesë e trupit të saj kishte mbetur në atë maternitet. Javët e para ishin të qeta në pamje, por të stuhishme brenda saj. Në shtëpinë e vogël ku dikur kishte dëgjuar rrajt e zemrës së fëmijës, tani mbretëronte heshtja. Ana kalonte orë të tëra duke qëndruar pranë dritares. Me filxhanin e kafes që ftohej pa e prekur. Kur telefoni binte, ndonjëherë nuk e grinte. Kishte ditë që donte të harroje dhe të tjera që donte të shkonte me vrap ta shite. Një pasdite, Irisi e mori në telefon me zë të butë. Eja, do doja të ishe këtu. Ana shkoi. Kur hapi derën, pa Irisi në kultuk, me foshnjën në krah. Dhoma kishte aromë qumshti dhe jetë. Fëmia ishte zgjuar, dhe kur Ana ju afrua, ai e hapi sytë dhe qeshi lehtë. Zëri qeshjes së tij ishte si një dritë që i çau shpirtin në dysh. Irisi u kthye dhe tha me sot që mezi dallohej. Ai e di kush je ti, do ta di gjithmonë. Ana uli kokën dhe i puthi dorën e vogël. Nuk kishte më fjalë, as shpjegime. Ishte thjesht dashuri, e pastur, e heshtur, e përjetshme. Vitet kaluan si një frymë e gjatë. Foshnja, që e quajte Noel, u rrit me dashuri. Ana ishte pjesë e pandar e jetës së tij. Për të, ajo ishte teta Ana, ajo që i sithte lodra, që i lexonte përradha, që i bënte të qeshte derisa i dilnin lotët. Por, ndonjëherë, kur ai i zinte duart e saj dhe shikonte drejtë në sy, ndjente diçka më të thellë, si një kujtim që s'mund të mbahej mend, por që ndjehej. Një mbrëmje, kur Noeli ishte 4 vjeç, Ana po i lexonte një libër. Ai u afrua, i preu ku barkun dhe i tha me pafajsi: "Teta, unë isha aty brenda, apo jo?" Ana u droll. Irisi, që ndodhej në dhomën tjetër, ngriti kokën me sytë e mbushur. Ana i mbushi shilet dhe i përkëdheli flokët. "Po zemër," i tha me zë të tridhur. "Ishte vendi ku mësove të dëgjosh dashurinë." Noeli qeshi dhe i ra me dorë barkut. "E mbaj mend," tha me pafajsi në një fëmijë që beson se çdo dashuri është e vërtetë. Irisi i dëgjoi, i afroi dhe i përqafoi të dy. Ishin 3 zemra që rrinin në një ritëm. Një për kujtesën, një për mirënjohjen dhe një për dashurinë që i bashkonte. Tani kishin kaluar 6 vjet që nga ajo ditë e shiut. Ana ishte kthyer në normalitetin e saj, por brenda ajo ditë kishte lënë një vull që nuk do të zhdukej kurrë. Nuk e shite më si një plagë, por si një dritë që u liqte në çdo vendim, në çdo ndjenjë. Në ditëlindjen e 6 të Noelit, të tre ishin ulur në një tavolinë të mbushur me tullumbace e qirin. Noeli fryu qirin dhe bërtiti: "Kam 2 mami." Të gjithë qeshën. Disa e morën si shaka, por Irisi dhe Ana e kuptuan se s'kishte qenë rasti. Ishte vërteta e tij e vogël. Pas festës, kur Ana po largoi, Irisi e përqafoi gjatë. "Se di si ta them," përshpëriti ajo. "Por çdo herë që të shoh edhe ty. Dhe çdo herë që të shoh ty, shoh një nën." Ana e mbajti pranë për një kohë të gjatë. Lotët e tyre u përzien si vite më parë, por këtë herë nuk ishin nga dhimbja. Ishin lotë paqeje. Një mbrëmje,
Ana u kthye në shtëpi dhe ul pranë dritares. Jashtë binte shi i lehtë, si ai I ditës kur kishte lindur Noeli. Ajo hapi një fletore dhe filloi të shkruante. Ka shumë mënyra për të qenë nën. Disa lindin nga barku, të tjera nga dashuria. Unë nuk jam nëna e tij në letra, por jam gruaja që e mbajti brenda vetes për dashurinë e një motre. Dhe ndoshta, kjo është forma më e pastër e nënësisë. Ajo e mbylli fletoren dhe vështroi qiellin e zymt, që tani po ndriçohej nga një rreze e holl dielli. Diku larg, një fëmijë po qeshte, një qeshje që I njihte më mirë se çdo tingull tjetër në botë. Ana buzëqeshi. Në fund, çdo dashuri që lind nga sakrifica